Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së Bricjapit. Do bëjmë leximin e radhës për ju të dashur. Arsyeja që u zhduka për një javë, vuaj nga ernia diskale, operuar 2 herë dhe po sikur nuk po gjej derman, shërim. Dhe më kapën ndonjëherë kështu sa që nuk qëndroj dot të ulur në karrige. Dhe kjo ishte arsyeja. Po fillojmë me një letër kogja të bukur të dashur Bricjapër. Flet për siguri dhe stabilitet. Është sikur ke krijuar një bazë të qëndrueshme apo je duke krijuar. Por kjo letër të kujton edhe rrezikun e të mbyllurit shumë me një zonë të komoditetit, nuk do të qëndruar duar kryq, sado që jeni stabile, apo është duke ardhur ky stabilitet, të kërkon vazhdimsi. Absolutisht. Mund të ndihesh e sigurt, por në të njëjtën kohë edhe pak sa e kufizuar, por që të vazhdoni punën. 4 të lejtive tregon në fakt 4 themelet që keni krijuar, 4 shtyllat e themeleve të forta të diçkaje, por që kjo nuk do të thotë që duhet qëndruar ashtu. Pra, këtu kërkon diçka, një largim nga që sjell largim të nevojshëm, mund të marrësh vendim të lësh pas diçka që nuk po të plotson më, një situatë, një lidhje ose një zakon që s'të bën mirë më, e keni kuptuar, dhe kjo është arsyeja e largimit të juaj. Do thotë atë çfarë keni krijuar deri tani është një lloj, i kemi gjitha këto para nesh, para vetes, çfarë duhet të lë. Kjo është ajo letër. Çfarë duhet të lë që të mund të ecë më lirë, më stabil, më mirë? Çfarë duhet çfarë më bën të kufizuar që nuk më lë të ecë përpara? Pra, ky jap mund të jetë i vështirë absolutisht, por të çon drejt një rruge më të mirë se që jeni tani. 6 të këmborëve apo këmbanave tregojnë ndihmë, bujari dhe ekuilibër. Do të merrni nga dikush çfarëdo që t'ju nevojitet tani, do të ndjesh shkëmbim të drejtë me të tjerët, ose dikush do të jap një dorë të çliron nga barra, ose ti do të japësh diçka që të kthehet mbrapsht në mënyrë të drejtë. Do thotë, do të ketë një shkëmbim, mund të jetë dikush juve apo ju dikujt që do t'ju kthehet për diçka, po t'jap këtë më jep atë, një lloj këmbimi të tillë por këtu nuk ka frikë për as edhe një gjë të dashur Bricjapër, nuk duhet të keni frikë. Gjërat mund të jetë zakon, thjesht zakon të leni me një anë që e keni për të ecur drejt asaj që është, por stabilitetin e keni këtu, marrëdhënie, i kemi të gjitha këto dhe perandorin që është kogja letër e bukur, figura e disiplinës, strukturës dhe autoritetit. Është një thirrje për të marrë kontrollin mbi gjitha këto situata, për të vendosur kufi të qartë dhe për të mos lejuar që rrjedhja e jashtme të shpërqendrojë, çfarëdo që të jetë ajo. Është koha pra për vendime të forta, diçka për të lënë, vesë, person, situatë, çfarëdo që të jetë që të mund të vazhdoni të dashur. Dhe fanti i gjeteve një energji e re, e kthjellë dhe e vëzhgueshme. Ky letër tregon se mund të marrësh një lajm ose një informacion të ri që të bën të shohësh gjërat nga një kënd tjetër. Është energjia e të mësuarit dhe kuriozitetit. Absolutisht do ju hap syt për diçka. Kjo është e bukura. Dhe në fund kemi mbretjen e lehtive që sjell atë stabilitet, urtësi dhe maturi. Pas gjithë ndryshimeve, sfidave, kjo letër të siguron se ti do të arrish të qëndrosh në këmbë, me këmbë në tokë, në fakt, dhe të marrësh vendime të drejta për të ardhmen. Është figura e njeriu që ndërton ngadalë, por ndërton për herë fort. Dhe, pra, të dashur, po fillojmë me një letër të bukur jashtëmase dhe po mbarojmë me një letër të tillë. Kjo tregon që këtë javë të fton të dalësh nga zona e komoditetit, të dashur Bricjapër, dhe të lësh pas atë që nuk të mban më gjallë, ta quaj ashtu, apo nuk të shërben më. Do të marrësh ndihmë dhe do të japësh në mënyrë të drejtë, duke mësuar diçka të re që të hap mendjen. Të dashur Bricjapër, me disiplinë dhe durim, absolutisht
do të mund të mbyllni javën kogja të qëndrueshëm dhe gati për të ndërtuar themele akoma më të forta për të ardhmen e juaj. Pavarësisht se po fillojmë me themele të forta këtu, por akoma më të forta në jetën e juaj. Prandaj, çfarëdo që ju stagnon, ta leni pasë dhe të veproni siç bën perandori të dashur, me disiplinë, siguri dhe stabilitet. Do arrini aty ku dëshironi.